Përshëndetje nderuar televizionist. Në aktualitet sot me unë do të mundohem të ndalem tek politika. Politika dy krave, tek një politikë të cilin e bëjnë dy parti, të cilat duam ne ka dhënë një frym, një ton të ri politikës shqiptare. Kam ftuar në studio në kryetarin e Forumit Rinor të LRI-s, Lëvizja Rinore për Integrim, Klevi Pojana. Si ta korrigjojmë këtë neve, se këta ana kanë zgjidhur lehtë. Forumi Rinor i Partisë Socialiste, Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Unë besoj se nuk ka një akronim të vështirë. Nuk ka një vështirësi. Po na mësojmë këtë fjalën LRI, se na ka mbetur kështu. Kam në studio kryetarin e Aleancës Kryqëzimi për Tiranën, Augent Gjafera, më merr në studio. Mirë se u gjeta. Me ty s'pak më ndryshe, se ti je njëri kështu si më serioz, je mësuar edhe me këto përplasjet e policisë. Ke pas këto kohë të fundit? Po, faktikisht, kohët e fundit kemi pasur goxha eksperienca të këqija. Një nga më të këqijat është ajo e 21 janarit, ku ne shkuam për të bërë omazhe në nder të Tiranëve dhe të asaj kauze, dhe patëm një eksperiencë shumë të keqe me policinë, ku policia bërë një akt jo shumë qytetar, ndërhyrje dhe janë shoqëruar 20 aktivistë Aleancës Kryqëzimi ditë. Kam parasysh atë, po duhet dini që Edi Rama nuk i do asaj me atyre, sepse nuk i quan antar për socialiste, thotë kanë ardhur nga Greqia emigrantë, u vranë rastisht, dhe po ta shikoni hoqë emrat në bulevard. Dhe juve ç'e kërkoni, se nga një herë kjo të kërkosh çuditëra. Faktikisht, ajo vepër të cilën kanë bërë ata qytetarë para disa vitesh është një akt që i kontribon demokracisë. Ata kanë dalë për një çështje të drejtë atë ditë atje. Ata janë keq përdorur, nuk janë bërë është keq përdorur nga politika, por të protestosh, unë jam me parimin, që të protestosh është një akt qytetar. Dhe ata qytetarë kanë rënë në krye të protestës, kanë rënë për demokracinë, për një çështje të cilën ata e quajnë të drejtë. Dhe pavarësisht pastaj politika e ka keq përdorur atë akt. Dhe ndodhin këto që kanë ndodhur. Këto që kanë ndodhur. Neve do të diskutojmë. Jeni lëshuar në fushat, me sa kam marrë vesh, të gjithë. Unë faktikisht është hera e dytë që jam këtë studio dhe herën e parë ju kam thënë që për ne nuk ka pushim, domethënë për ne fillon fushata një ditë pasi kanë mbaruar zgjedhjet e para, por kjo e thën kështu metaforë. Ideja është e tillë që ne kemi qenë gjatë kohës një bashkëpunim shumë të mirë, të paktën ne si Forum Rinor me antarët e forumeve tona në të gjithë vendin, por sigurisht që dhe partia ka pasur një ingranim shumë më të madh. Mos harrojmë që LSI-ja kaloi një fazë të zgjedhjeve të brendshme ku u ristrukturua dhe kaloi në një ripërtëritje të organeve të saj drejtuese, kështu që lidhja me antarësinë, por dhe me qytetarët ka qenë gjatë gjithë kohës aktive dhe nuk ka pasur ndonjëherë shkëputje të ndjeshme. Zoti Sali Berisha sot që thënë që Zoti Limera ka vepruar si qytetar, si njeri i guximshëm, dan ideja është këtu që ju të Forumit Rinor, sepse bëhet një konvent të madh, jeni dakord me gjitha lëvizjet që ka bërë kryetari i LSI-s i Limera? Sigurisht që jemi dakord me gjitha lëvizjet që ka bërë, jo vetëm që jemi dakord, por mendojmë që ka bërë ndonjëherë një sforcim shumë të madh për të qenë në titullin që ai meriton si kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, duke anashkaluar her pas here, duke lënë në plan të dytë funksionin e tij si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çka dua të them me këtë është fakti se shpeshherë ai është vendosur në palët e një mbi negociatori, një person i cili është përpjekur tul partitë e tjera në një bashkëbisedim, kjo e faktuar dhe në reformën drejtësi, por dhe në krizën e fundit politike, një krizë për cilën duhet të thënë që Ilir Meta dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë bërë thirrje me muaj më parë që pare të ulen një tryezë diskutimi për të folur mbi kodin zgjedhor dhe mbi gjithë ndryshimet legjislative që duheshin bërë për të siguruar për qytetarët shqiptar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe kanë qenë partitë e tjera parlamentare dhe kryesisht dy forcat e mëdha, të cilët nuk janë përgjigjur në kohë kësaj thirrje dhe prandaj duhet të thënë që sot jemi në këtë krizë politike, një krizë absurde besoj unë, sepse ne duhet të gjejmë zgjidhje patjetër dhe kjo jo vetëm për interesat të ngushtë politik, por mbi gjitha për interesat e vendit dhe për interesa më afatgjatë, sepse nuk duhet harrojmë që nëse ne bien pre e tilla krizave her pas here artificiale, ne sigurisht do dëmtojmë proceset shumë të rëndësishme siç është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe konkludimi i reformave. Ka idenë që kjo është një krizë artificiale, zoti Xhaferaj? Duhet ta prekja këtë pak pjesën e ndërhyrjes të kryetarit të kuvendit, zoti Ilir Meta. Unë mendoj që Ilir Meta është një njeri me nuhatje të thellë politike dhe mendoj që është bashkuar kabzës së opozitës.
do të bëj një analizë. Mendoj që një Edi Rama i fort në tillë moment nuk i intereson askujt. Nuk i intereson as aleatëve të vet Ramës. Një Edi Rama i fort të nesme nuk ka nevojë për aleat, nuk ka nevojë për bashkëpunimin e Ilir Metës, nuk ka nevojë për bashkëpunimin e Shpëtimit Drizit. Një Edi Rama i fort nesër do jetë arrogant me opozitën, kështu që në këtë moment në cilën ndodhemi sot, është shumë i rëndësishëm dhe të gjithë faktorët politik janë grumbulluar përballë një keqje të madhe, e cila kjo keqje është e keqja që mban emrin Edi Rama. Dhe Ilir Meta, si njeri i vjetër politik, e kupton shumë mirë se çfarë do të thotë arroganca e një lideri arrogant në pushtet dhe më i fortë se sot, po të jetë dhe më i fortë nesër. Kështu që duke pasur këtë nuhatje, po bën dhe rolin e vet në uljen e palëve, për të gjetur një konsensus midis palëve, nuk ka zgjedhje pa opozitën në një demokraci, nuk është normale. Dhe jam më së sigurt që nuk ka për të pasur zgjedhje pa opozitën. Jam më së sigurt kushdo që merret me politikë është ndërgjegjshëm dhe kupton që Edi Rama e ka të humbur këtë betejë. Edi Rama do largohet. Zgjedhjet kanë për të kryer, zgjedhje me qeveri teknike, dhe jam i sigurt që të gjithë ofertën që ka dhënë sot opozita është në interes të gjithë faktorëve politik. Është në interes dhe të vetë PS-s. Ajo për të cilën ajo betejë për të cilën po lufton sot opozita është një betejë drejt për demokracinë. Sot mund të duket e paleverditshme atij që është pushtet sepse pretendon të kapi shtetin dhe të përdori mekanizmin e zgjedhjeve, po të nesmen jo në këtë sistem që kemi ngritur asnjëri s'është i përjetshëm në pushtet. Kështu që opozita ose pushteti i sotshëm nesër mund të jetë në opozitë. Kështu që ajo që betejë që ne po kryjmë sot është për opozitën, për qytetarët dhe për pushtetin që sot ndodhet që nesër mund ndodhet në opozitë. Mua sigurisht që edhe dje nuk e di se si e ka Klevi, që edhe dje zoti Ilir Meta tha që ky kod është kod i mallkuar dhe është mallkuar që në vitin 2008. Absolutisht. Në radhë parë do ta nisja aty ku ju e lat për të thënë që Ilir Meta nuk i është bashkuar asnjë kauze në dijenin tim dhe në dijenin e gjithë qëndrimit tim politik, përveç kauzës së zgjedhjeve të lira dhe ndershme, zgjedhje të cilat i meritojnë qytetarët shqiptar, dhe më në fund kalojmë këtë kalvarin e madh që sa herë ka zgjedhje këtu flitet për një krizë të re politike, sa herë ka zgjedhje këtu flitet për disa instrumenta dhe për disa mekanizma të cilët prodhojnë fiktivitetin e votës dhe nuk e bëjnë atë të barabartë midis gjithë qytetarëve, të cilët duhet të jenë barabartë realisht në demokraci. Dje kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, që është një kod zgjedhor i mallkuar. Besoj që kjo nuk është gjë e re, sepse kjo është dekada jonë. Zgjedhjet lira dhe ndeshme. Besoj që ajo çka Ilir Meta tha dje nuk ishte diçka e re, është diçka që është artikuluar shpesh herë si nga zoti Meta po dhe nga shumë faktorë tjerë, përfshirë këtu dhe ata persona të cilët e gatuan atë kod në vitin 2008. E tha shumë bukur, ishte një kod errësire, një kod i cili ashtu siç u gatuan në errësirë, ashtu dhe prodhoi errësirë në çdo zgjedhje që janë kryer në Shqipëri dhe u bë për të dëmtuar partitë e vogla politike aso kohe, një kod i cili një bashkërëndim të dy partive të mëdha, të cilat sot po vuajnë dhe të cilat në emër të këtij kodi sot po prodhojnë artifica për të mos gjetur një zgjidhje. Unë jam i bindur që pavarësisht të gjithë situatës, pavarësisht të gjithë problematikave që ka sot Shqipëria dhe politika shqiptare, nëse ka një vullnet politik, dhe sigurisht që duhet të ketë një vullnet politik, mund gjendet një zgjidhje për të pasur zgjedhje në standardet që kërkohen nga qytetarët shqiptarë dhe që meritojnë qytetarët shqiptarë. Fjala do të sikur jemi lodhur zoti Xhaferaj. Cila është zgjidhja sipas se jeni bashkuar në një kauzë me të gjitha partitë opozitare, zoti Kesiksaju ka lodhur një rol të veçantë, ti po je atje gati të 65 ditët. Do përshkallëzohet, sepse si që parashikoj unë, Edi Rama pa gjatë nuk lëshon. Opozita është e vendosur që objektivat e veta t'i arrin në rrugë paqësore. Mendoj që është mbyllur ai kapitull ku në Shqipëri ndryshimet bëhen duke derdhur gjak. Është gabim shumë i rëndë që në 2017 të vazhdojmë me mekanizma që i përkasin një shekulli të kaluar. Unë mendoj që kjo është një lëvizje qytetare paqësore dhe duhet të insistojmë në këtë pikë. Dhe mendoj që ngjarjet në vazhdim do jenë këto. Edi Rama ka përdhënë dorëheqje. Vendi do futet në zgjedhje me qeveri teknike pa Edi Ramën kryeministër. Kjo është një bllok që sot
Edi Rama Sigurisht që po. Në takimin e lëshoj datën e zgjedhjeve thash, shtyhet zgjedhjet, lëshoj 4 ministra, 4 LSI-a, 4 unë, 4 PD-ja, por të jem unë kryeminist. Tani, po të vësh re Edi Ramën kur nisi protesta këtu dhe 2 muaj gjysmë më përpara, e qeshte dhe tallte protesta. Thoshte çadra është inekzistente, nuk ka asnjë rol. Pas disa ditësh në vazhdim të protestës son, pam që bëri një lëvizje ku hoqi ministrat më të përfolur të kabinetit vet. Ku hoqi Beqen, hoqi dhe Tahirin. Dhe për të maskuar këta të dy, bëri dhe disa koka turku të tjera. Klosin dhe Kjo ishte një lëvizje e radhës së Edi Ramës për të bindur opozitën që dilen atë çadra. Ja ka dhënë mesazhin Ilir Meta që ti duhet të ndryshosh diçka në kursin ose në atë bashkëqeverisje. Si mbas teje? Po mendoj që po. Po të vësh re, Edi Rama po bën gati një vit që mund të themi që ja lyp Lëvizja Socialiste për të ngrirë koalicionin. Dhe heshte Ilir Metës. Heshte Ilir Metës flet vet. Ilir Meta flet me heshtje. Tani nuk kam dëshirë të flas për këtë pjesë. Zoti Klevi, unë e dua këtë për se ju bët një konvent të mrekullueshëm, një konvent të veçantë. Në atë konvent ju gati foli Ilir Meta, por mesazhet ishin të Forumit të Rinor. Të LRI-s, sa tash të Forumit të Rinor. Do ta korrigjojmë këtë. Çfarë ke vënë reti në atë leadershipin e Lëvizjes Socialiste për Integrim? S'duam është partia që mund të nxjerrë dhe kryeministrin nesër. Absolutisht, unë kam thënë në një studio tjetër televizive kur më bën një pyetje, sepse shpesh herë artikulohet që LSI-ja ka problem të përmendi të fjalëshin kryeministër. Për mua nuk është problem, për mua misioni dhe kauza ime politike, qëndësia ime politike dhe unë kam hyrë në politikë 16 vjeç, është që forca në cilën unë deziroj të jetë forca e parë politike në Shqipëri, sepse ka një plan, ka një vizion, ka një qasje të qartë për bashkëpunimin dhe progresin e vendit, dhe sigurisht lideri i asaj force politike të jetë i parë dhe të jetë dhe kryeministri i vendit nëse ai del i parë në votat nga qytetarët shqiptar. Tani, për të folur për konventën dhe për të folur për leadershipin e ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim, besoj është shumë e qartë se LSI-ja nuk është më thjesht një parti e polit të tretë në Shqipëri, por LSI-ja sot është një ndër forcat e cila bashkërëndon dhe dominon jetën politike në vend, duke treguar her pas here më shumë përgjegjësi se dy forcat e tjera politika të marrë së bashku dhe forcat e tjera të vogla, por doja të thoja këtë gjë. Nga konventat e fundit dhe konventat e fundit zgjedhore që ka bërë LSI-ja, ju keni parë një leadership të ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Keni parë që LSI-ja sot ka një nënkryetare e cila ka hyrë në parlament në moshën më të retë mundshme dhe është më e reja që ka njohur parlamenti i Shqipërisë, çka tregon vizionin e LSI-s për t'i dhënë të rinjve akses në politikëbërje dhe vendimarrje. E ka eksperimentuar, po doja me Evis Grezën e dështoj. Kemi sot një sekretar të përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Endrit Brahimllari, i cili është kryetari i LSI-s për Tiranën, i cili është një moshë fare të re, por me një eksperiencë politike dhe me një vullnet për të bërë mirë në politikë. Pra, nëse bën krahasimin midis LSI-s dhe forcave tjera politike, shikon realisht që LSI-ja është partia e të rinjve, është partia që i suporton të rinjt, i jep atyre mundësi për të bërë pjesë e politikës. Ka të vërtet në këtë se unë jam ulur edhe me ministrin e Brendshëm edhe me drejtues të Partisë Socialiste, ata kanë idenë që zoti Ilir Meta nuk ka njerëz për të bërë kryeministër. Se që të bësh kryeministër do të kesh edhe 20 figura të tjera. Ky është perceptimi i tyre. Juve si e ndjeni? Se ju ndjen nga partia personale nga brenda. Unë besoj që në themelimin e saj, LSI-ja është partia që është themeluar nga 500 intelektualët dhe vazhdon sot ketë kuadro shumë të përgatitur njerëz cilët kanë treguar Patrik Vasili, Luan Rama, Edmond Panariti. Nuk dua të përmend emrat veçantë sepse unë besoj sepse është një argument që ata e hedhin. Shiko, është një argument shterp sepse kushdo që thotë se një forcë politike e cila njeh vetëm rritjen në Shqipëri, që nga viti 2004 deri në sot dhe thua që kjo forcë politike nuk ka kuadër, do thotë që nuk je realist me të vërtetë, nuk je realist me atë çka qytetarët shqiptar votojnë, sepse qytetarët shqiptar nuk janë të verbër, qytetarët shqiptar shikojnë që ka kuadër, shikojnë që ka intelektual, shikojnë që ka njerëz me integritet moral dhe profesional, të cilët mbi të gjitha vendosin në radh të parë interesin e vendit dhe qytetarëve. E tham dhe në takimin e dieshëm, ne ishim një takim të rinj në njësinë numër 6 në Tiranë, një takim i mrekullueshëm ku qindra të rinj ishin bashkuar Lëvizjes Socialiste për Integrim atje. Nuk u ek pasi presit e këtyre tuaj, janë si konventat amerikane, për të kuruara në mënyrë të përkryer. Dhe mesazhi i kryetarit Ilir Meta ishte e tillë: për LSI-n e para është Shqipëria. Për LSI-n parat janë të rinj. Nëse besoj që ky do të jetë tokfjalshi, nëse besoj që ky do të jetë qëllimi që gjithë partitë politike do të kenë, atëherë pa diskutim që do të ketë zgjidhje për çdo lloj krize politike. Eugen, ne besoj që është një fushat elektorale vërtet që mua më duket se sikur partitë përpiqen që të mbajnë në tiro elektoratin, por të gjithë janë përgatitur që nuk do të ketë zgjedhje.
Zgjedhje nuk ka, dhe këtë e dim. Datën që është dekretuar nga presidenti zgjedhjet nuk kanë zhvilluar. Këtë e vërtetoi dhe zhvillimi para disa ditëve kur erdhën dhe eurodeputetët, që propozua dhe data e korrikut dhe Rama e pranoi. Dhe jemi të ndërgjegjshëm që zgjedhja nuk ka në datën që ka premtuar Edi Rama, por partitë e tjera të koalicionit majt me në krye Partinë Socialiste janë duke përdorur këtë hapësirë për të punuar në terren, duke qenë se opozita është angazhuar në një mision tjetër dhe është duke u marrë në çadrën e lirisë dhe nuk është duke zhvilluar fushat, po lufton për një kauzë tjetër. Këtë hapësirë forcat e majta janë duke e përdorur shumë mirë dhe kanë dalë në terren për ngritjen e strukturave. Unë disot isha me një vlonjat dhe ai ky vlonjati edhe pse ishte avokat më tha që duket sikur është një fitore e shtirur, nuk është një fitore e vërtet në thelb dhe kjo që thua ti, kjo e përsisë, më thonë që fitore. Fitore kujt, e përsi e kujt? E përsi e të majtëve gjashme që kanë filluar fushatën. Tani, mu më ka rënë diçka në sy që mbase mund ta ketë vënë edhe diçka tjetër, dikush tjetër. Një pjesë e figurave të majta. Njerëz me emër nuk do doja ti përmendja. 4 vjet në qeverisje, pasi kanë ardhur në pushtet, kanë qenë pothuajse inekzistent. Ndruan numrat e telefonit. Nuk ishin as faqe në Facebook. Tani po të vësh në Facebook, sheh figura të njohura të majtës që bile si bën dhe me sponsorizim. Duan po ngren faqet, po ngren një mënyrë që është një media personale dhe po përgatiten për të futur në fushat. Tani mua më bën përshtypje pse këta njerëz 4 vjet e humbën kontaktin me qytetarin. 4 vjet ishin inekzistent, ndruan numrat e telefonit, nuk gjendeshin në asnjë rrjet social, nuk kishin as faqe Instagrami, as faqe Facebooku, nuk donin komunikim. Pse vallë? Për shkak të premtimeve që i kanë premtuar qytetarëve dhe janë të ndërgjegjshëm që nuk i mbanin dot. Si një intelektual, si njëri që e shikon politikën drejt në sy, zoti Xhaferi, është protesta e opozitës dhe çadra me sy nga Ilir Meta? Se thuhet që fakti saj në shumë raste varet nga Ilir Meta ose është tek me sy. Jo. Se çdo të bëjë Ilir Meta. Nuk e mendoj. Sinqert, sot a bini atë brosme. Edhe si njëri që lexon, që ndjek rrjetet sociale, që je shumë koherent, se unë e kam vështirë të gjej një njeri kaq kompletuar nga koherent. Bejdo, unë mendoj që kauza e opozitës është shumë më e thellë. Është një lëvizje qytetare që kontribon për zhvillimin e demokracisë në Shqipëri. Nuk mendoj që ajo çadër është ngritur me syt nga Ilir Meta. Ilir Meta ka agjendën e vet. Është njëri që njihet në politikën shqiptare, por nuk mendoj që fati i opozitës dhe i kauzës së opozitës varet nga emri i këtij personi. Unë jam nga ata persona që mendoj, unë vetë Bedo jam 30 vjeç, vi nga një brez që para 90-s mbaj mend shumë pak, por mendoj që të rinjtë e sotshëm në gjithë katë politike, unë mendoj që duhet ndryshuar elitat. Pa përjashtim. Do ta theksoj këtë. Duket sikur është më para Ilir Meta dhe dan më vonuar Partia Demokratike. Në çfarë aspekt është më në ndryshimin e përgatitjen e elitave tani prurje. Mund të bëj analizë ku Lulzim Basha i përket një brezi pak a shumë timid. Lulzim Basha është te 40-tat. Kopjesht, ashtu është. Është te 40-tat, është një nga ata persona që nuk i përket dekadave të shkuara, i përket të sotmes dhe të ardhmes, ndërsa komplet elitat e tjera politike mendoj që janë të një brezi të kaluar. Ja nuk e di se ka menduar Klevi. Klevi, shiko, në një takim që kemi pasur, ishte një person i cili u ndje i thyer sepse tha, shiko, tha, ju 39 vjeçarët, ju terrorista i quani shumë të plagur. Por realisht ja tham përgjigjen aty dhe po e ripërsëris, por riartikuloj që ka tham, të vjetër edhe old fashion politik nuk të bën mosha, por të bën qasja që ti ke ndaj politikës, qasja që ti ke ndaj gjërave të reja dhe ndaj brezit të rinj politik, dhe unë besoj që nëse ka një politikan sot në Shqipëri që realisht po bën diçka për të sjell një brez të rinj politikën shqiptare, ai është Ilir Meta, dhe këtë nuk e them thjesht për kundrapesh ose për bindjen time personale, por kjo është e faktuar për atë çka Ilir Meta ka sjellë në politikën shqiptare. Mos harrojmë që LSI-ja sot ka 2 deputetë në Parlamentin e Shqipërisë mosh fare të re, që për herë të parë u bën pjesë e sistemit parlamentar në vend,
LSI-ja sot ka 80 të rinj këshilltar në gjitha bashkitë e vendit, gjë që nuk është përsëritur dhe nuk ka dënuar asnjë nga partitë e tjera ta bëj në politikën shqiptare, pavarësisht aksesit që kanë pas më të madh në pozicionet e tyre si në këshillat bashkiake dhe në Parlamentin e Shqipërisë. Çka tregon kjo dhe çka dua unë të them me këtë? Dua të them se sot sipas çdo statistike dhe nëse random ti kalon një shkollë në gjimnaz të Tiranës, pyet një të ri, me shumë mundësi përgjigjja e tij për angazhimin politik, pavarësisht zgjedhjeve që mund të kenë prindërit e tij, është lëvizja rinore për integrim, është LSI-ja. Mendoj që ju jeni më i mirë se Ilir me ata. Jo, të them diçka. Më thon tani në telefon që tani po festoni Ilir se ti nga liruar Ramush Haradinaj. Në këtë çast. Qofse ky nuk është nga ato fake news që përdor opozita, është një lajm i jashtëzakonshëm. Dua të theksoj diçka. Lideri i Aleancës Kuqezi, zoti Krishnik Spaiu, është angazhuar në procesin e Ramush Haradinaj. Shumë saktë. Si profesionist i fushës, nga më të mirët në Shqipëri, ka kontribuar në zgjidhjen ligjore të Ramush Haradinajt. Udhëtimit e tij ka qenë të disata në Francë, dhe kontakte me Ramush Haradinajt, dhe për momentin ndodhet në Francë për të pritur lirimin e Ramushit. E ka pritur. Mendoj që ne në ditët ku jetojmë duhet të jemi më patriot, më dashamirës ndaj shqiptarisë, më dashamirës ndaj figurave shqiptare në komplet arenën shqiptare. Po, ju ka vajtur dhe një deputet i LSI-s, Flamur Qela ka vajtur te Ramush Haradinaj në Francë. Shiko, besoj që edhe unë gëzohem për çdo person, çdo politikan, çdo figurë të shtetit shqiptar dhe shqiptar të kombit të Shqipërisë, i cili ka marrë nismën për të iniciuar çfarë do lloj përpjekje për të liruar Ramush Haradinaj. Është një lajm i madh është një lajm i madh sigurisht. Se ka fshehur kurrat, afeksionat. Ne kishim fatin ta kishim pjesë të konventës kombëtare zgjedhore që bëri LSI-ja para pak muajsh në Tiranë dhe faktikisht lirimi i zotit Ramush Haradinaj sot është një shpresë, tregon edhe një herë që e drejta triumfon mbi të keqen, e drejta triumfon mbi të gënjeshtrën dhe se Ramush Haradinaj i përket Kosovës, i përket kombit shqiptar, i përket gjithaj atij brezi i cili dha jetën për liri dhe për të drejtën ndaj një krimi të madh që ju bë kombit shqiptar popullit kosovar. Kështu që besoj që është një nga lajmet më të mira të mëngjesit të sotëm edhe të javëve të fundit. Shpresoj që të jetë një augur i mirë edhe për politikën shqiptare ky, që të gjehet një zgjidhje sepse në fund ditës besoj që më shumë se që duan shqiptarët këtë vend nuk e do askush tjetër, kështu që na takon ne të jemi të parë që iniciojmë një zgjidhje, që iniciojmë një të ardhmë më të mirë, që japim shpresë këtij vendi se nesërma do të jetë më e mirë se e sotshmja dhe sigurisht shumë më e mirë se e djeshmja. Me që jemi të kjo temë do të shtoj diçka. Më pëlqen çdo gjë që tha zotëria, mendoj që është një nga ato figura që të nesërme ka të ardhme, sinqerisht e them këtë, e përgëzoj, por do shtoj edhe diçka tjetër. Aleanca Kuqezi në momentin që ndodhi kriza e Haradinajt, që është ndaluar në Francë, ne kemi zhvilluar disa protesta në Tiranë. Unë personalisht jam angazhuar për këtë çështje. Kemi bërë një protestë përballë bllokut të ambasadave, ku mbanim qëndrimin ton dhe jepnim suportin ton për lirimin e Ramush Haradinajt dhe do të theksoj edhe diçka tjetër. Të gjithë faktorët e tjerë politik që sot në Shqipëri kanë pasur një pozicion ekzekutiv, nuk kanë mbajtur qëndrime të duhura për këtë çështje. Kanë mbajtur deklarata personale. Po jo qëndrim zyrtar të cilët apo i qeverisë. Pikërisht. Kanë përdorur figurën e Ramush Haradinajt për të fituar pikë personale me deklarata personale dhe mediatike, por jo në rrugë institucionale për të dhënë suport të drejtat të tij. Shteti shqiptar e ka keq përdorur figurën e Ramush Haradinajt. Shteti shqiptar nuk e ka vlerësuar si hero i kombit shqiptar veprën e Haradinajt. Suporti që duhet dhënë Ramush Haradinajt në këtë moment nga shteti shqiptar duhet qenë shumë më i madh, duke filluar nga kryeministri i vendit. Duhet lëviz komplet jo për replik, por kryetari i kuvendit ka dërguar 2 letra për 2 homologët në Francë dhe në Serbi në dijenin time, por mbi të gjitha ka dërguar dhe gjithë mbështetjen e tij ndaj familjes zotit Ramush Haradinaj, gjë që ka qenë tepër publike. Analiza ime ka qenë dhe në selin e analiza ime është në kontekst më të gjerë. Ka tregon dhe e kuptoj, sigurisht e kuptoj që mund të bëhej më tepër, por të mos harrojmë që jemi në një situatë që dhe rajoni, për të qenë vërtet dhe për ta lidhur këtu dhe me aktualitetin politik në Shqipëri, dhe rajoni është një situatë të vështirë dhe mos harrojmë para pak kohësh një krizë shumë e madhe ishte midis Serbisë dhe Kosovës. Sot
është dita për të thënë që lirimi i Zotit Ramush Haradinaj tregon dhe një herë se Kosovës ju dha një drejt e munguar dhe sigurisht që Franca, një vend i lirisë, bëri ndoshta zgjedhjen e duhur pavarësisht që atje shqiptarët ndarjet më sepse neve ndaj Francës nuk guxonim të thoshim ose të artikulonim. Po sigurisht kjo është më se natyrshme, politika shqiptare e jashtme është një politikë servile. Është një politikë servile. Por unë e kisha konceptin në këtë ide. Ne shqiptarët mbahemi që jemi problematik me njëri tjetrin. Por në momentet vështira tregojmë një natyrë bashkëpunuese dhe përballë atyre fjalëve tona të përditshme, ne përballë një keqje të përbashkët grumbullohemi dhe mbajmë qendrim unifikues. Në rastin e Ramushit, për mendimin tim kjo ka munguar. Faktor shqiptar Edi Rama me Vučićin dhe ai kishte aq mik sa ti thoshte, ishte lista ishte me 150 veta, u bë me 20 veta dhe në këta 20 veta ishte Ramush Haradinaj. Unë mendoj, ne qytetarët e Republikës të Shqipërisë e kemi të shkruar në Kushtetutën e Republikës të Shqipërisë që kemi detyrim ton kushtetues të kujdesemi për gjithë shqiptarët jashtë Republikës të Shqipërisë. Që do të thotë, ne kemi detyrim kushtetues të kujdesemi për shtetasit e Republikës të Kosovës, pasi ata janë shqiptar, me kombësi shqiptare. E kemi për detyrim kushtetues të kujdesemi për shtetasit shqiptar në Maqedoni, në Greqi, në Maltëzi dhe kudo. Dhe duke dhënë këtë të drejtë që ne na jep vetë kushtetuta, faktori shqiptar politik në Shqipëri duhet të mbajë një qëndrim të fortë zyrtar, ashtu sikurse Serbia lëshon flet arresti në Interpol për figurat e politikës së Kosovës, mund ta ndiqte të njëjtën gjë për një alibi, ka nisur luftra për shkaqe për një alibi që jo edhe duhet ta them edhe këtë. Edhe faktorët politikë shqiptar ose shteti shqiptar duhet nisë flet arresti për figurat politike në Serbi, në një farë mënyre. E njëjta gjë siç është bërë për shtetasit kosovar, mund të bësh edhe kjo. Dua ta konsumoj këtë, është shtuar në tavolina shumë Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. Ambasadori amerikan ashtu do thonë që është shpejt, nuk do bashkohen. Por mua më ka tingëlluar shumë keq dhe më ka të shtuar për shembull kur Berta Arkipi, që ka një institut studimi, thoshte të mos bashkohet Shqipëria me Kosovën. Si e keni mendimin? Edhe kam dhe për Klemin. Unë mendoj, nga një studim dhe nga një libër në cilin kanë lexuar gjithë kompanitë e mëdha botërore, që ka një buxhet që krahasohen me shumë shtete, për shembull mund të them ose s'do të zë emra për mos bërë reklam, ka një studim tregut të cilët nuk investojnë në tregje që janë më të vogla se 10 milion banor. Dhe ne e kemi të nevojshme për hir të ekonomisë që ne duhet të bashkohemi në një treg më të madh. Pastaj dhe për shumë efekte të tjera shpirtërore, për shumë efekte të tjera kulturore, ne kemi të natyrshëm që Bashkimi Shqiptar do vijë vetvetill. Ilimeta është nacionalist dhe dikta, nuk e vend dyshim. Si e ke mendimin Klev? Se ka dy mendime ndryshme. Ka shqiptarë që duan që të mos bashkohet dhe ka shqiptarë që duan të bashkohen. Unë sot dua të tregoj edhe një ndjesi personale, unë kur si çdo i ri i cili përpiqet që të kërkojë tek rrënjët e tij, unë dal me rrënjë nga Kosova, nga Peja, kështu që nëse më pyet me atë ndjeshmërinë patriotike dhe personale, sigurisht që dëshira ime është që të jem një me Kosovën dhe me gjithë trojet shqiptare kudo që ato janë, por duhet të thënë sot dhe duhet të thënë me kujdesin më të madh se Shqipërisë, Kosovës dhe gjithë trojeve shqiptare dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, i intereson sot megjithatë që shteti shqiptar të jetë një shtet i fortë, një shtet i cili i garanton të drejta qytetarëve të tij. Dhe bashkimi vjen nëpërmjet aderimit dhe bashkimi i të gjithë shqiptarëve kudo që janë vjen nëpërmjet një bashkimi të nivelit dhe të integrimit në çdo hall të jetës shoqërore, pse jo në bashkimin e madh evropian ku të gjithë shqiptarët duhet të jenë bashkë, po jo thjesht të jenë bashkë të integruar në një organizatë që mban emrin BE, por të jenë të integruar sipas standardeve më të mira ku çdo shqiptar të marrë më në fund në çdo cep të tokës shqiptare të marrë më në fund shërbimet, nivelin e jetesës dhe çdo gjë tjetër që i përgjigjet nivelit më të mirë europian kudo. Edhe për ty të pyetje. Po ta shikosh këta të rinj lirisë kanë një qevim pyet e për faturën e dritës se ashtu shtym shtëpi. Por ka një problem. Që në zonë fund thonë që po erdhe me LSI-n futezën punë. Unë këtë ka perceptuar dhe sot nga disa të tjerë. Ka të vërtet këtu apo është frymë që juve doni të integroni të rinë në ekonominë e tregut, pastaj në punën shtetit? Shiko, është fenomen. Bedo, ju jeni një gazetar i vjetër edhe besoj që keni eksperiencën
e jashtëzakonshme në gazetarinë shqiptare për të kuptuar fare mirë që të tilla aforizma, të tilla fjalë janë thjesht retorika për dëmtuar ose për të përkrahur qëndrime ndryshe politike. Tani në dijenin time nuk ka më shumë administrata shtetërore se 70.000 vende pune gjithë. Ja 80.000. Ja 80.000 po të marr. Dhe po them sa juve mbi 15.000 kishit në konventin e fundit. Ne kemi LSI-ja sot numëron 300.000 vota në rang vendi nga zgjedhjet e fundit të 2015-s. Në pritshmëritë e mia dhe në pritshmëritë të gjithë anëtarëve të LSI-s ky numër do të jetë akoma shumë i madh dhe tani kushdo mundet të thotë që LSI-ja është partia e punësimit. LSI-ja është partia që e mbështet punësimin dhe 3 janë prioritetet e LSI-s sot. I pari që është madhori është mbështetja maksimale e të rinjve. Pra LSI-ja është partia të rinjve, është partia që mbështet të rinjt. I dyti është edukimi. LSI-ja është partia që do të punojë për një sistem të mirë edukimi, sepse vetëm nëpërmjet dijes mund të ketë zhvillim ky vend dhe mund të ketë progres. Dhe e treta sigurisht që është punësimi. LSI-ja do të punojë që të ketë më shumë vende pune dhe sigurisht ne kemi sektor ku nuk janë shtëruar mundësitë, siç është sektori i turizmit, siç është sektori i bujqësisë dhe shumë sektorë tjerë, për të cilët ne mund të bëjmë dhe mund të kemi një plan dhe duhet patjetër të ulemi dhe të mendojmë një plan më të mirë zhvillimi. Sigurisht që sot Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme të pashfrytzuara në maksimum ose të shfrytzuara keq, sepse duhet të thënë që në gjithë këto vite ka pasur një shfrytëzim të keq të shumë potencialeve natyrore dhe ekonomike që ka pasur Shqipëria. Mendoj që ky perceptim është perceptim diku i sponsorizuar nga vetë LSI-ja për të fituar pikë politike dhe diku tjetër është i sponsorizuar nga shumë kundërshtar të LSI-s për ta dëmtuar atë. Sepse, po mos harron që ajo Partia Socialiste prodhoi modelin e Risha Shkërpalit, që hajde i rinë tek mua, bëu më shumë para, sa tani jo bën politikë, ose ta ulën balla, se në këtë formë ka ardhaj, kemi dhe shumë figura tjerë. Ose Arben Ahmeti, i cili për hitës së vërtetës premtoi 300.000 në punë i hapi, se i hapin kanabis. Po ta shikosh në darkë, nisem nga... Po kemi edhe modelin Shalsi që premtoi që do vithte në mënyrë më qytetare, dhe jo aq hapur sa... Jo, sa. Për ta mbyllur këtë intervistë, si mendon të ardhmen e asaj partisë të opozitës, se jeni pjesë? Mendoj që e ardhmja është e vetme dhe kjo që do them tani. Zgjedhjet e ardhshme do shtyhen. Qeveria që sot qëndron do bjerë dhe vendi futet në zgjedhje pa Edi Ramën, me një qeveri teknike, dhe Edi Rama do futet në zgjedhje si humës, me moral të rënd, opozita futet në zgjedhje me moral fituesi, dhe kjo është një betejë qytetarëve dhe demokracisë shqiptare. Është një betejë që vlen për gjithë shqiptarët, është një betejë e drejtë që nuk përfaqëson vetëm opozitën, po përfaqëson gjithë qytetarët. Këta kanë theksuar dhe faktorë të tjerë politik, të cilët e quajnë duke filluar që nga kodi zgjedhor që sot ekziston, që është një kod i gabuar. Kodi i mallkuar, nuk e qartë. Unë po e zbus, po them kod i gabuar. Këtu të gjithë faktorët politik, përveç Edi Ramës, kanë të njëjtin qëndrim, pavarësisht mënyrës se si ata shprehen për shkak të qëndrimeve dhe pozicioneve në cilën ata sot ndodhen. Të rjetën, 27 vjet pengë njeriu kemi qenë. Por ishin pengu Fatos Namës, i Sali Berishës, i Aleksandr Meksit. Unë mendoj që shqiptarët nuk kanë nevojë për lider autoritar. Shqiptarët kanë nevojë për një lider më qytetar, më europian, kanë nevojë për komunikim, kanë nevojë për mirësi, për butësi. Ne jemi njerëz në hall që kërkojmë dikë që t'i njohë hallet e tij. 10 lider janë shumë hallë zgjidhje. Nuk e di se ke mendim. Unë mendoj që çdo kauzë që ngrihet për vot të lirë, vot barabartë, vot të ndershme, e pa ndikuar nga asgjë dhe askush, mendoj që vlen mbi gjitha për demokracinë dhe për të ardhmen e qytetarëve shqiptar, por sigurisht që është vendi dhe besoj që më takon mua dhe na takon të gjithëve ne sot të themi që kur dikush ngrihet për këtë kauzë, duhet ngrihet me veshët për të dëgjuar dhe me sytë për të parë, jo i verbër dhe i shurdhër për të mos pranuar asnjë argument dhe asnjë tavolin apo formë diskutimi dhe bashkëbisedimi. Sigurisht që besimi im personal, por besoj dhe politik, është që të gjitha partitë politike do të ulen dhe do të gjejnë një zgjidhje, sepse mbi të gjitha, e thash dhe më parë, qëndron fryma për të dashur më shumë këtë vend, për të dashur më shumë të ardhmen, për të dashur më shumë rinin. Kam një pyetje shkurtë që duhet të digje. Po ta shikosh politika dhe partitë u japin spacio, edhe Partia Demokratike dhe Aleanca Patriotike, ju të rinjve. Ç'ndodh me media, që në televizion ne kemi piketuar 20 analistë të cilët nuk lënë juve jo ta afrojnë të dera, po të mos kaloni as
rrotull të Klanit, as rrotull të Top Channelit, as rrotull këtyre, po vetëm këta televizionet e vegjël guxojnë. Si shpjegohet kjo? Besoj që kjo në radhë parë meriton një falënderim për ju dhe gjithë kolegët tuaj, cilët i hapin dyert e televizioneve të rinjve dhe absolutisht që të rinjt në media do t'japin mesazhe shumë më konstruktive, shumë më paqësorë, shumë më dashamirëse për të ardhmen se sa politikan apo analistë. Emisioni titullin të pa eksplozuar dhe nxjerr kohë të hollëdimën. Ka njëri më të eksplozuar se kohë të hollëdimën? Nuk e di se kemi lidhje. Unë mendoj, po. Këtu jemi në konflikt brezash. Mendoj që brezi sot në politik ka frikë nga brezi i ardhshëm. Ne jemi ardhmja. Kjo është e padiskutueshme. Mendoj për momentin në të gjithë fushat e jetës në Shqipëri mbizotron një brez i cili është mbrezi i studentëve të dhjetorit të 1991-shit. Mendoj që Shqipëria ka nevojë për një dhjetor të dytë dhe ndryshimin e gjithë elitave. Mendoj që të rinjt mund të bëjnë më shumë. Shikojte, po, shumë e vërtetë. Lexova një artikull të një njeriu nga Kavaja sot që kishte bërë te Gazeta Shqiptare. Përveç se të rinjt që janë poshtë 40 vjeç, ata do ta bëjnë Shqipërinë, ata e kanë moralin për të drejtuar vendin dhe për ta futur në Europë. Nuk ullet më të flisni. Faleminderit që kisha në studio. Faleminderit. Ne sikur ishim me Eugen Xhaferin, kryetari i Aleancës Pjesë për Tiranën, por edhe përmetar. Ishim me Klevi Pojan, në kryetari i LRI-s, i Lëvizjes Rinore për Integrim, i cili mua më bëqefi që është edhe nga PEA, sepse unë kam afeksionet e mia për Kosovën dhe për atë bashkim, ndryshe nga gjithë ata që shkruajnë në gazeta. Faleminderit që kisha në studio. Faleminderit ju. Të nderuar televizionistë, falenderoj për mua.